محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Allahut I mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në fillim të muajit Dhul Qa'da, që është muaj prej muajve të shenjtë. Dhe Allahu te baraka wa taala e ka veçuar këtë sezon, duke qenë kjo sezon e haxhit, e ka veçuar këtë sezon të begatshme, duke qenë edhe në 2 muaj të shenjtë, sepse tash kemi hyrë në muajin Dhul Qa'da, që është muaj e 11 në kalendarin hijrik, pastaj do të vijë muaj Dhul Hijja, muaji 12 kalendarin hijrik, e pastaj do të vjen muaji I parë, muaji Muharram, edhe ajo është prej muajve të shenjtë. E pastaj muaji 7 është muaji Rajab, edhe ai prej muajve të shenjtë. Ajo që duhet ta kemi parasysh të nderuar vëllezër është se kjo sezon karakterizohet me kryemjen e haxhit. Për ata haxhilerët, jo tash, por shumë herët, ndoshta edhe para 1 viti kanë filluar përkatitjet për me ju përgjigj ftesës së Allahut te baraka ve taala dhe me shku me krye këtë shtyllë prej shtyllave kryesore të fesë islame. Sepse haxhi është obligim për çdo besimtar musliman moshrritur, I shëndosh mentalisht dhe që I ka mundësit për me krye haxhin. Mundësit janë 2 llojesh, mundësit materiale dhe mundësit e lëvizjes, e shkuarjes në vendet të shenjta. Dhe kush I plotson kushtet për me krye haxhin, atëherë kuptohet pas namazit tash është koha më e mirë dhe puna më e dashur tek Allahu me krye haxhin. Dhe haxhi është një tubim apo një kongres ku besimtarët musliman të bohen të gjithë prej të gjitha anëve të botës, edhe atje vishen në ihrama, e bojnë tavafin, sillen rreth Qabës, 7 herë e bojnë sajin në mes të kodrave Safa dhe Merve, qëndrojnë në Arafat, e pastaj qëndrojnë në Muzdelife, në Mina e kështu me radhë. Dhe ajo që është më interesantja të nderuar vëllezër, dhe prej atje burojnë ato 3 mësimet madhore, 3 porosit madhore të cilat në I ka lënë emanet pejgamberi I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe duke qenë në rafshnaltën e Arafatit, dhe duke qenë para haxhilerëve, ju drejtohet atyre me disa porosi madhore teje të rëndësishme dhe të vlefshme për çdo njërin prej besimtarëve musliman.
Duke qenë në rafshnaltën e Arafatit, pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe haxhilerët ishin duke krye një obligim prej obligimeve të fesë, haxhit, dhe ishin në vendin e zgjedhur, në vendin e dashur tek Allahu, në vendin e Arafatit. Për shkak të madhështisë që ka qëndrimi në Arafat, kur të gjithë atje, pa dallim gjuhe, pa dallim ngjyre, pa dallim pozite, pa dallim pasurie, pa dallim autoritetit, të gjithë të veshur në ihram, në rroba të bardha, që ndrojnë të barabart para Allahu te bareke ve taala. Dhe e dini çfarë pika apo çfarë ani të ditës e kanë? Në çdo kongres apo konferencë apo debat që organizohet, ka dikush që udhëheq, dihet numri i pjesëmarrësve, ftohen aty, edhe ata që ligjerojnë apo referuesit ftohen aty, edhe caktohet koha, caktohen edhe pikat e rënit të ditës. Për çudi, në Arafat, asnjë nuk është aty që ju udhëheq me thonë që kjo është udhëheci juaj. Të gjithë janë të barabartë. Të gjithë janë të njëjtë. Dhe këtu manifestohet ajo barazia e plot në mesin e muslimanëve. Këtu tregohet, manifestohet se si besimtarët muslimanë janë vëllezër, pa dallim prej anëve të botës që vinë, apo prej ngjyrave të trupit, apo prej gjuhëve, apo prej kulturave, apo mentaliteteve të ndryshme. Dhe të gjithë besimtarët muslimanë në Arafat e kanë një rend të ditës, ama nuk e kanë shkruar kërkun. As nuk ja u tregon kërkush, po krejt e kanë mendjet e tyre. Çfarë qëllimi kanë, apo çfarë rendi të ditës kanë ditën e Arafatit, e kanë vetëm një rend dite me kënaqë Allahun te bareke ve taala. Krejt atje kanë dalë, i kanë njek edhe të brendshmet edhe krejt rrobat të pastër, sikur të pështjellën qefin kur e çon besimtarin botën tjetër. Ata dalin atje, vetëm një rend dite kanë me arrit kënaqësinë Allahut te bareke ve taala. Dhe Allahu Dhul Xhelal, duke i parë robërit e tij i madh dhe i vogël, e që tash kohët e sotit janë dikon 3-4 milion haxhilerë që dalin atje në rafnaltën e Arafatit, edhe të gjithë e madhrojnë Allahun, se të cilin mënyrën e vetë, se të cilin mundohet sa më shumë me arrit kënaqësinë e Zotit, me adhurime ibadete të lloj-llojshme, dhe se cili mundohet me krye qëndrimin në Arafat duke qenë i falur prej Zotit, duke qenë të përkulur, duke qenë të përulur, duke qenë të përgjëruar, duke qenë të nështruar, të dorëzuar para Allahu Teala. Allahu kënaqet kur i shef, edhe ashtu që i takon madhrisë e tij, Allahu i madhruar zbret mbi qiellin e dynjas, i kënaqur me haxhilerët në Arafat, dhe i thret me laiket, i thret engjëjt, dhe ju thot: ja me laiketi, unzuru li ibadi, o me laiket e mia, o engjëjt e mi, shikani robrit e mi. Cilt? Ata që janë në rafshnaltën e Arafatit. Shikani robrit e mi, kanë ardhur prej vendeve të largta, të plohnosur, të lodhur, të raskapitur, nën temperaturat nalta, nën diellin e fortë që qëndron aty mbi kokat e haxhilerëve. Kanë ardhur vetëm me një qëllim, për me arrit kënaqësinë edhe faljen time. Dhe Allahu po thot: inni qad ghafartu lahum, ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Po ju thot me lajkeve, po dëshmoj para juve, dhe pse Allahu s'ka nevojë me dëshmue. Po ju thot me lajkeve, po dëshmoj para juve se une këta i kom fal krejt, këtu që janë në rafshnaltën e Arafatit. Mirë po janë me lajket, disa me lajke, janë që na përcjellin edhe i shkruajnë veprat tona të mirat edhe të këqijat. Edhe e shohin se në mesin e haxhilerëve ka dhe të atill që kanë bërë gjunahe. Dhe i thonë: ja Rab, o Zot, inna fihim fulanan murahaqa wa fulanan wa fulana. O Zot,
në mesin e tyre është filani që ka po gjënahe. Edhe filani që kanë po gjënahe, kanë po dhe gjënahe këtë gjë shumë bile. Çka ju thëtë Allahu? Inni kad ghafartu lahum, unë tash i kom falë krejt. S'ka më tash me diskutu hiç. Krejt jam të falë. Kjo është madhështia vllazën e haxhit. Dhe mas Arafatit, se kulminacioni i haxhit është qëndrimi në Arafat, për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë el hajju Arafa. Haxhi është Arafat. Haxhi është qëndrimi në Arafat. Mas aty të fillon krejt një etapë, fillon krejt një epokë e re e jetës. Haxhiler tash janë ma sikur atë ditë kur i ka lind nana të pastër nga gjunahet. Dhe kështu duke qenë në rafshnaltën e Arafatit, pejgamberi alayhis salatu wassalam i jep 3 porosi madhore, te të rëndësishme për të gjithë njerëzit, në përgjithësi për muslimanët veçanti. E para i vllaznoi muslimanët ndërmjet veti, qofti kuq, qofti bardh, qofti verdh, qofti zi, qofti gjatë, qofti shkurt, qofti holl, qofti trash, qofti pasun, qofti varfën, qofti pushtetar mbret, qofti edhe shërbëtor. Krejt i bani vllazën. Ama nuk i thave qini vllazën edhe u krye, po e dëshmojmë praktik dhe u ngrit në këmbët e tij të bekuara para haxhilerëve dhe tha ja Aba Bekër, o Ebu Bekër, ja Kureshi, o Kureshit, ja Sejid, o zotni. Se ishte zotni i madh Ebu Bekri. Ishte njëri me autoritet, ishte njëri dishum, ishte pej matë pasërve. Tha ti, wa Bilal el Habeshi e Khawan, ti tha dhe Bilali i Etiopis, para një kohë ishte, para haxhit ishte çka? Sklav, ishte rob. I njëri pra që ishte shërbëtor, sklav, çka o bo vëlla me kënë me njerin ma autoritativ, me Ebu Bekrin. Pastaj u drejtu ka Umeri, i tha ja Umar, ja Faruqul Islam, ente wa Suhejb e Rumi e Khawan, ti tha edhe Suhejb Romaku jeni vllazën. Tash para mendo, Omeri një njëri shumë autoritativ, një njëri shumë trim, i pasën, i dishëm, i devotshëm, i drejt, shumë i fort. Sa që dhe iblisi malkum, kur e shefke një lugin Omerin, ka leke maskotës luginën tjetër se skudzeke mu përball me Omerin. Amo në hak ishte shumë i drejt, shumë trim. Edhe i tha Omerit, ti tha me Suhejbin, Suhejbi ishte romak. Tha ti me Suhejbin, vëlla, para me ndot është aja arab, kë ka romak evropian, krejt kultura, mentalitete, ngjyra, gjuha krejt ndryshme. Pastaj u ngrit një njëri autoritative thiri, ja Ali, o Ali tha, ente wa Selman el Farisi e Khawan, ti tha edhe Selman Persiani tha jeni vllazën. Selmani ka qenë para se me pranue Islamin adhurues i zjarrit, e adhuroj ke zjarrin. Sikur na që adhurojmë Zotin, ai adhuroj ke zjarrin. Dhe i tha ti tha edhe Selmani tha jeni tha vllazën. Ebu Bekri, Omeri, Aliu, këta xhenetli. Këta tjerë prej veneve tjera, pa autoritet, pa pozit, as i ka njoft kërkush bile. Ndoshta dikush për herë të parë haxhi u ka një emrin. Edhe i bani vllazën. A pe shifni o vllazën? Na ka një herë disa, e sidomos ta trit, po do të mja uqel syt me gesht, me i thonë, o Islami ta rregullon jetën. Se ndodhe që ta shti një qysh me qujt, mos dorim, apo me qujt racizëm, apo me qujt bullizëm, a qysh do një qune. Ndaj një djali 15 vjeçar, vetëm pse e ka pak ngjyrën më ndryshon, se sikur na është. Edhe t'ja nisen me media, e me presidente, e me ministra, e me fytyra publike tash, me dal, e me fol, e vona tash. Pse na s'po flasum? Pse kemi fol, që në 1500 vjet kemi thonë s'ka dallim.
S'ka dallim ai i bardh, ai zia, ai koç, ai verdh, ai shkurt, ai gjatë, ai pasën, ai varfër. E ka flak racizmin, e ka hik prej dosjes, nuk mësohet libra tona racizmi, hiç, se s'ka racizëm në mesin e muslimanëve. S'ka nënshmim apo injorim në mesin e muslimanëve. Sepse krejt jemi të krijuar, çu thot Allahu, ja ejuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, unë ju krijova prej një burri dhe një gruaje. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Dhe ju kemi bërë fise edhe popuj, për çka? Që të njihni ndërmjet vetit. E cila më e mirë, cili fis? Cili fis o më i mirë? Apo cili popull o më i mirë? Me i pyet shqiptarët, çka kanë me thonë? Shqiptarët. Me i pyet këta gasht e gurit, thojnë vëllai fisi më i mirë gasht. Kur të shohën tani këta krasnisht kundër, jo vëlla fisi jon, tani këta shaljant, tani këta thash, tani këta tjerë, jo s'është asnjëri hiç. E cila më i miri? Me i pyet turqit thojnë na, me i pyet zvicrant na, me i pyet arabt na. E Allahu po thot inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri prej jush, ma fisniku prej jush, tek Allahu është ai që është më i devotshëm, është ai që ja ka frikën më shumë Allahut. Ai që ja ka frikën më shumë te Allahut, që ai është më i miri tek Allahu. Andaj vllazën hiqni më prej mendjes këto. Ky po flet këtë gjuhë, ky po flet atë gjuhë, ky këtë gjuhë, ky atë gjuhë. Zoti si ka dalluar gjuhët. Zoti si ka dalluar ngjyrat. Zoti si ka dalluar popujt. Të gjithë jemi të barabartë para Zotit. E çysh dallohemi? Dallohemi me çka? Me devotshmërinë tonë, me takvallakun tonë, dallohemi dhe ngritemi tek Allahu te bareke ve taala. Kjo është porosia e parë, pra vllazërimi muslimanëve, largimi çka? Racizmi, apo nënçmimi, apo bullizimi, apo diçka të ngjashme. Porosia e dytë, që dha pejgamberi alayhis salatu wassalam në Hajj, e që është shumë e rëndësishme për këtë kohë, është se e ngrehe qitin pa një kategori që gjithmonë ishin shkel, edhe sot vëllai shkelen, një kategori e njerëzve që janë shumë të rëndësishëm në shoqëri, e ato janë gratë, nanat tona. E shfaqi apo çka e publikoi të drejtën e gruas, të cilën edhe pse kanë kaluar 1500 vite prej kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kaloi në botën tjetër, ende e drejta e gruas shkelet, mu në mes të Ballkanit edhe mu në mes të Europës. Ende njerëzit flasin për të drejtat e gruas. Oj, kemi kryer vëllazni që 1400-500 vjet drejtat ja ka caktuar Zoti. Ende në popullin ton, këtu në vendin ton diskutohet sa duhet mi ulon trashëgimi i vajzave. M'fali, nëse lën vajzës leja drejtit pra, ku na kemi mjalon. Po djalit, jo djali e ka hisën e vet që ka garantuar Zoti. Djali e ka hisën e vet që ka garantuar Zoti. E këto të vajzës, ku na pjalën? Valla veç drejtit në lash, se të tërkuj s'ki ku në lash, se ku na t'ja lesh dikuj tjetër gjuna e kije. E që me bo, me ja dhonë mëre hisën? E ndo vllazën ka që ndatë për i gruës, e len rrugë, se nuk i jep, vesh me roba në trup, po ja ka garantu Zoti kur ndatë edhe asaj na hisën. Ose vdes burri, gruja rrinë, rrugëve du të me qunë shtëpinë e pleqve. E dini sa pleqe dhe plaka tash po kërkojnë me shku atje në atë shpinë moderne të Halili. Pse si kalon kurgjë, po t'ja, ke pas burë, po, trashëgimia, jo, e kanë marrë kurnet, e kanë marrë dikush tjetër, ku ta di one. E kanë lënë rrugë njërin. Oj, ka garantu heret Islami. Edhe qka, e ka tregu rëndësinë që e ka gruja në shoshni. E ka tregu Islami se gratë janë gjysma e umetit, gjysma e njerëzimit. Edhe qka gratë e lindin gjysmen tjetër, do me thonë neve na kanë lind krejt gratë. Që një farforme gati krejt, gratë e pas kanë. Se gjysmen për lind kanë, gjysma janë vetë, në ymet i tërë. Hende këtu sëtë gruja rehet, e maltretohet, e bullizohet, e nënshmohet, e nxihet jeta, e fatkeqësisht edhe prej muslimanëve që vinë xhami.
Fatkeqësisht po them, me keqardhje prej muslimanëve që vinë në xhami. Që shishohet nana gruas, që shishohet baba gruas, që shishohet familja gruas. Se për tjerat mos flasim tani. Për tjerat se në mo tradhtia mo veç në kulminacion. Edhe gjithmonë, edhe prindrit e çuditshëm disa, që s'kan edukat islame, djali bën tëra zezat ndaj nuses, pa këtë djalë është. Po të rrinatën vene të këqia me tjetër kënë, pa djalë është. Pa u martue, hajt biri babës e kime gjeti një të mirë. A më pak shëtit të ti, biri babës të thoi zakur. Se këtë drejqi i babës ka më bo nesër, kam janë zijetën babës e nanës. Dhe prej fatkeqësive që po i shot tash këtu në shoqërinë tonë është kur prindrit besimtar musliman djalin haramën gjinohe, djalin keqbërs, ja lypin një nuset të devotshme, një nuset ndershme. Marrë është kështu. Që du të me bo? Po qysh e ki djalin lypja dhe nusen? Pa ja, kjo i ri është. A mu vajza me bo diçka zban? Vajza me bo një gabim zban? A djali po bëj ka? E ende 15 burra në meshkuj 3 kamen mi kam, një nan 50 vjetë, 70 vjetë të një qitë kafe e qaj. Më fa një shpreje, këta sigur me kanë të bomë sinet atë s'levizin hiq. Po qumëre që të kafe në qajnë. Allah e qenë nona, po dhja ne i knej. Ende 5-6 vlazën, apo 7-8 vlazën, një motër, ende motra, edhe e martu me kur të vjen të vlaznia, hajtë motër, më trushe, si në që aty qaja, që të nej kafe. Pse me ti qitë më revla? Ta je i pafta, je hendikepuma, qka kije? A mo që shtu po i mësani jo prindrit. E ke po djali 70 si thët kurgjë, që i ka 3-4 vjetë, që mamit fshije pak qito, që mamit hiqi qito pak, jo mamit mos i thuja shto hiq, po i thuj djalit mas pari, e pas ta i thu dhe vajzës, se po i merë një qaf, e po i banit paft, e tane dikur po mësohen me bo shërbime, me bo hizmetin, po pak si vonë, kur po martohen, kur bëj që lëna i grue, të rak shto e fot, dhe që të mërë kafen mos shumë shurda. Po hisë po ta vetë, hajt, a di që po thujnë? Po këta hoxhalart po thujnë që shto. Jo, hoxhalart, jo, po tuta po të thëtë, se hoxhalart kanë thonë edhe për motrën më silë, but me ta. Apo me motrën i ashper. E ke shkep në ashta shuplake edhe shkelma, e ma vonë të nej po po është kinxhi but. Jo, hoxhalart po thujnë kinxhi me kanë gjithë familje, edhe pa martu edhe kur të martu është. Dhe e treta, pra porosia e dytë ishte kush e drejta e gruas në shoqëri. E treta, prej porosive madhore të haqit, është shejtria e krijesës njeri. Shejtria e njeriut. Njeriu është i shejt. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha haxhilerve inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Që do të thotë? Gjaku juaj, pasuria juaj, familja juaj, nderi juaj janë të shejta. Ka yawmikum hadha, sikur kjo ditë e shejt. Cila ditë? Dita e Arafatit. Fi shahrikum hadha, sikur ky muaj i shejt. Cili muaj? Muaji Dhulhijja. Fi baladikum hadha, në këtë qytet, këtë vend të shejt, cili? Qyteti i Mekës. Shejta janë këto vllazni. Kështu që mos e prekni njeriun, mos ja celoni drejten, mos ja hopni disponimin, mos ja hopni vullnetin, mos ja hopni dashnin për punë që e ka dhe për jetë. Se jo runa zot me sulmu fizikisht heq, se për me myt nuk diskutohet kjo çështje. Sepse gjaku i besimtarit është i shejt, pasuria është e shejt, nderi i familjes është i shejt, sikur shejtria e kujt? Sikur shejtria e qabës. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam shikoj ka qabja dhe i tha qabës, oj qabës, sa madhështore je, sa madhështore je, wa ma ashadda hurmatik, dhe sa e shejt që je, walladhi nafsi biyadihi. Pejgamberi bani betha pasha Allahun, që shpirti jam është në dorën e tij. Shejtria e besimtarit musliman tek Allahu është më e madhe se sa shejtria jote i qabe. Subhanallah. Andaj vllazën, haxhi
i sjell këto porosi që duhet tash na çka me i pas parasysh edhe besoj që i kemi parasysh. Haxhi është bashkimi i trupit dhe i zemrave, bashkimi i projekteve madhore, i qëllimeve dhe ideve të pastërta dhe të dobishme ndërmjet muslimanëve. Elos Allahun te bareke ve taala që ata që kanë qenë haxh Allahu t'u pranon, e ata që nuk kanë qenë Allahu t'u mundson me shkue, kështu që kush është interesuar dhe duhet me qenë të gjithë interesuar që i kemi kushtet me shku me u regjistrue për vitin 2026, sepse për 2025 është kryer. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe me përditësue apo me përjetësue këto porosit madhore që na la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na lehtësoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.